Kur ke kajt herën e fundit. Procesi i qarës është goxha kompleks edhe i çuditshëm, e sidomos kur nuk i dhimbje fizike. Ky proces lund rol psikologjik, biologjik e social. Biologjia thot se lotët përmbajnë hormonet stresit ose kortizol edhe ndihmojnë në rregullimin emocional. Në aspektin psikologjik, qajturit shërben si mekanizëm mbrojtës, e ul stresin edhe e bën një lehtësim emocional, thot ky artikull. Me kajt gjithashtu lund rol social edhe është treguesi i emocioneve që mundet me ngjall empatitë e tjerë edhe ti mundesh me fitu mbështetje. Po ju krejt ndjehen mirë mas i kajnë, varet cilat janë rrethonat. Nëse je i turprum ose i zemrum, e qajtura mundet mos me pas njëjtin efekt. Ma e rëndësishmja është që me kajt nuk është gabim. Është veç formë e rregullimit të emocioneve. E ti ndjehesh më mirë mas i kajnë. Komento dhe kallëzom edhe për ma shumë video si kjo, subscribe Radio Urban FM 103.5 në YouTube.